Ndryshimet ligjore për vënje në funksion të sistemit Safe City mbase ishin tema e vetme në të cilën u pajtuan të gjitha partitë politike gjatë takimit të sotëm të liderëve ku mungoi opozitarja LSDM. Uspjehme da najdeme sujedin kompromis, to je zakonom za prekršioci, za da može Safe City ili bezbedan grad da započne da funkcionira od 1. februari od ova godina, onaka kako što je planirano. Što nosenje to novi zakon, koji što je, повторам, е двотретински, за истиот не е потребно бодинтерово мнозинство, туку е двотретински закон. Pikë tjetër ku kanë arritur dakordsi, megjithatë, jo marrëveshje, është miratimi i ndryshimeve ligjore që janë pjesë e agjendës reformuese. Këtu bëjnë pjesë ligjet përgjithësor dhe prokurori, të cilat i kërkon Bashkimi Evropian. Sa i përket temave që kanë të bëjnë me ligjet e agjendës reformuese, ne ishim pro që ato ligjet të votohen në kuvend dhe kishte edhe një gatishmëri që aty të ketë përkrahje nga gjithë subjektet politike, sepse kanë të bëjnë me vazhdimin e integrimit vendit të drejt Bashkimit Evropian. Pra të gjitha partitë pajtohen se duhet të votohen ligjet reformuese. Pajtoheni me Safe City si sistem? Sigurisht, kjo çështje ka një dekadë që është hapur si çështje dhe çështjet teknike apo diçka që duhet plotësuar, mbet që koordinatorët të shqyrtojnë gjërat. Megjithatë, ndonse pajtohen, liderët nuk kanë arritur marrëveshje si të largohet elefanti prej dhome, respektivisht problemi me Bullgarinë. Të gjithu pajtuan sot se janë për Bashkimin Evropian, megjithatë, nuk arritën marrëveshje për ndryshimet kushtetuese.